Sot do të zhvillojmë një projekti me temën mbrojtja e planetit. Planeti ynë është shtëpia e përbashkët e njerëzve, kafshëve dhe bimëve. Ajri që thithim, ujë që pim dhe natyra që na rrethon janë shumë të rëndësishme për jetën tonë. Prandaj secili prej nesh ka vendosur që të kujdeset për mjedisin dhe të mbrojë atë nga ndotja. Nxënësit e klasës së 4 të shkollës Nënshkruesi Pavarësisë Nebisefa, në drejtimin e mësueses kujdestare Enkelejda Ademi, zhvilluan një aktivitet ndërgjegjësues për mbrojtjen e mjedisit dhe rëndësinë e mbajtjes pastër të tokës shtëpison të përbashkët. Përmes punimeve kreative, pikturave, materialeve të riciklueshme dhe mesazheve në shqip dhe anglisht, fëmijët përcollën ide dhe emocione që prekin zemrën, duke treguar kujdesin për natyrën dhe mjedisin ku jetojmë. Mjedisi është gjithçka që na rrethon, ajri, uji, toka, bimët, njerëzit dhe kafshët. Ai na jep jetën, prandaj është detyra jone që ne ta mbrojmë atë. Detet janë në pasuri e çmuar, por sot ato po do të gjithë një më shumë nga veprimet e njerëzit. Veturina plastike, ujërat e ndotura dhe kimikatet përfundojnë në det, duke rrezikuar jetën e gjellëseve. Kjo ndotje jo vetëm që dëmton natyrën, por ndikon edhe tek ne, pasi deti është burim ushqimi dhe jete. Prandaj, është detyra jonë ta mbrojmë detin, duke mos hedhur veturina dhe duke u kujdesur për mjedisin. Vetëm kështu mund ta ruajmë atë të pastër dhe të bukur për brezat e ardhshme. Akullnajat nuk bërtasin kur shkrihen, detet nuk protestojnë kur ngrihen, ajri nuk ankohet kur helmohet, por të gjitha këto në heshtje po dëmtojnë jetën tonë. Protecting the environment is important for both present and future generations. Simple actions like recycling, saving water, planting trees, and reducing pollution can make a big difference. By taking care of the environment, we help create a healthier, safer world for everyone. Here are some expressions. The earth is our only home, so we must protect it. Gjithashtu, klasa jon ka bërë moketin e një qyteti të gjelbëruar me paqe rrugishtë ndërtesa rrugë. Në këtë projekt janë përfshirë edhe lëndët, si matematika me ndërtesa dhe trupa gjeometrik, lënda e qytetarisë me rrugët dhe shëndet e qarkullimit rrugor, dhe gjithashtu lënda e diturisë me pemët dhe gjelbërimit. Në kuadër të aktivitetit, u organizua edhe një ekspozit me punime vizatimi, ndërsa nxënësit së bashku me mësuesen mbollën një pemë në kopshtin e shkollës si simboli i jetës, gjelbërimit dhe vazhdimësisë. Kjo ishte ora e projektit, ju falenderoj shumë për materialet dhe punët që keni bërë. Jeni vërtet të mrekullueshëm. Bashk mund ta bëjmë botën të marrë frymë sërish. Është mesazhi që shoqëroi këtë aktivitet plot ngjyra, buzëqeshje dhe dashuri për natyrën. Po mbjellim një pemë sot për një jetë të mirë nesër.